nderuar kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Ilir Meta. Të dëshmtoj se ne do të mbetemi të njëjtët, pasi ne jemi pjesë e juaja. Në të gjithë Shqipërinë, ndryshimin që dëshirojnë të gjithë shqiptarët. Mbështetja juaj na inkurajon të punojmë më fort për të kthyer Përmetit gëlqyrë. Se vota juaj për LSI-n është investimi më i mirë për të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Ne do t'u akthejmë mbështetje për investime në kulturën Përmet. Përmeti do t'jetë në qendër të vëmendjes dhe përmetarët do t'jenë vazhdimisht në qendër të prioriteteve tona, e sidomos të programit ton për punësimin, të programit ton për gjallërimin e ekonomisë, për gjallërimin e bujqësisë, për mbështetjen e blegtorisë, të industrisë agropërpunëse. Duke votuar LSI-n, ju votoni për një perspektivë të re për Përmetin dhe për të gjithë Shqipërinë. Sepse kjo është rruga e integrimit, kjo është rruga e mbajtjes premtimeve. Vota juaj do të jetë detyrimi ynë. LSI kujdeset për trinj dhe për trejat, sepse ata janë ardhmja e Përmetit dhe gjithë Shqipërisë. Ndaj është detyra jonë të krijojmë hapësira dhe mundësi për një arsimim më të mirë, për formim profesional e sidomos duke hapur vende të reja pune. Përmeti do të jetë në qendër të vëmendjes sonë. Do të jetë një prioritet i rëndësishëm i LSI-s dhe Ilir Metës. Votoni numrin 26. Votoni Lëvizjen Socialiste për Integrim. Me LSI-n Përmeti do të eci më shpejt.